Live from Tirana në Top Albania Radio. Të ndërkohë, regjia më ndihmon paralelisht me një lidhje direkte telefonat që do të bëjmë për pak çaste në studio, ndërsa unë dua t'ju jap një lajm super të mirë sepse Digital feston nëntorin kuqezi me ulje çmimesh deri në 30% për abonimet 12 mujore. Oferta fantastike Red and Black është e vlefshme deri më 30 nëntor, prandaj nxitoni të përfitoni duke abonuar online në faqen zyrtare digital.al ose në çdo pikë shitje fizike Digital, sepse Digital është platforma televizive e të gjithë shqiptarëve. Ndërkohë, ora eksakte është 11:37 minuta. Mario, e kemi besoj? Jemi duke e bërë gati, do të lidhemi me një prej personazheve tuaj më të dashur që e keni shumë qejf, e keni shumë xhan, mua vazhdimisht më pyesin për to, po ku është, po si është, po si e kam. E zgjodha për ta kontaktuar sot në Live from Tirana për të bërë një urim për gjithë shqiptarët, sepse plaga e emigracionit është një plagë mbar shqiptare që pothuajse të gjithë i ka prekur dhe në qoftë se ka një kategori njerëzish që e ndjejnë shumë fort 28 nëntorin janë shqiptarët që u është dashur të emigrojnë bashkë me familjen e tyre për shkak të kushteve financiare, për një jetë më të mirë e të tjerë, dhe ndaj unë sot kam zgjedhur të bëj një lidhje direkte me Rike Roçin. E kemi, Mario? Okej, perfekt. Rike, përshëndetje. Përshëndetje, Roni. Si të kam e dashur? Ku je zgjuar sot, në Tiranë, në Milano, ku je? Jam zgjuar në Tiranë dhe sapo mu anullua fluturimi për në Milano, po s'ka gjë, pra ruajmë pozitivitetin. Po pse? U anullua, ç'të bëj? Ndoshta kjo, Rike, mund të jetë një shenjë nga universi që duhet të rish sot ende në Shqipëri për të festuar. Duhet të qëndroj në Tiranë, po, patjetër, kjo është një shenjë. Të paktën universi po të thotë që sot të paktën që ndron në Tiranë për të festuar ditën e pavarësisë. Rike, duke qenë se herët kemi ngruar bashkë në familjen tënde në Itali, ti e ke treguar historinë në Big Brother dhe jo vetëm, sa e ndjen shqiptarët që jetojnë jashtë 28 nëntor, në çdo 28 nëntor? Po patjetër që e ndem se sado që ne jemi rritur jashtë, në rrënjat këtu i kemi dhe shpirtin këtu i kemi, gjakun shqiptar e kemi, që kështu patjetër që e ndem si fest. Tani, me që usimi tu anullua sot, çfarë do të bësh? Do të planifikosh diçka për të festuar 113 vite shtet? Ja, sapo të mbarosh ti punë, do hikim të ham diçka bashkë. Ky është plani, perfekt. Rike, kam nevojë nga ty sot të më bësh një urim për shqiptarët, për këtë 113 vite shtet, një urim, një kërkesë për reflektim. Shqiptarëve unë uroj një paqe shpirtërore. Dhe dua që ta duam sa më shumë njëri tjetrin, të jemi sa më pozitiv, sepse kohën që unë po jetoj këtu në Tiranë, po kuptoj që ka një negativitet që është hapur edhe nuk po më pëlqen dhe do doja që të jemi më pozitiv dhe të duam njëri tjetrin, jo ta urrejmë njëri tjetrin. Edhe shëndet sa më shumë. Më shumë dashuri pra për njëri tjetrin, thotë Rike Roçi, edhe shëndet. Mirë, Rike, të falenderoj shumë për urimin edhe për telefonatën, të uroj një ditë të bukur. Të përqafoj dashur. Okej. Ishe me Rike Roçi, një personazh i dashur për shqiptarët. Dhe vazhdojmë, kam një problem me Ledin këtu në studio, me çfarë ikim, Uizi? Ku ikim? Me këngë, ikim me këngë, me yllin e muzikës shqiptare, Ylli Limani. Po të pres tek Shadervani, rikthehemi shpejt në program, shijojeni këtë muzikë në maksimum. Vazhdojmë, është fest dhe Top Albania Radio sot ka 100% muzikë shqip në mënyrë që ju të festoni kudo jeni duke udhëtuar, duke qenë se sot është për shumicën e shqiptarëve, të paktën për administratën, është ditë pushimi po dhe për shkollat, ndaj shumë shqiptarë sot kanë zgjedhur të udhëtojnë e të festojnë 113 vite shtet, ju të dëgjoni muzikë shqip në makinë. Regjia më konfirmon nëse e kemi gati lidhjen telefonike me këngëtaren e madhe dhe shumë të dashur shqiptare, zonja dhe zotrinj Fifi, mirë se vjen në Live from Tirana. Hey, Ronaldo. Përshëndetje e dashur dhe gëzuar festën e pavarësisë, gëzuar 113 vite shtet. Gëzuar Shqipni, gëzuar krejt shqiptarëve kudo që janë duke na dëgjuar.
jam shumë e lumtur që jam të e jetu këtë 113 vjetor dhe super emocion, domethënë. Sot për shembull do jem në Vlorë, bashkë atje ku është ngrish flamuri, dhe mezi po pres me festu. Tash unë jam edhe çik shqiptare Kosovës edhe si patriote që jam. E ndjeni çik më shumë besoj këtë pavarësi. E vërtet, jo më kot kemi pasur disa telefonata me personazhe të ndryshëm sot dhe unë e di Fif që shqiptarët e Kosovës e kanë shumë të ngulitur ndjenjën e patriotizmit dhe e ndjenjë si pavarësinë e Kosovës, por edhe pavarësinë e Shqipërisë, edhe si një këngëtare e Shqipërisë të Kosovës që ka kënduar dhe këndon prej vitesh, dhuron muzikë të mirë, por njëkohësisht është martuar me një djalë shqiptar, jeton në Tiranë, në pjesë më të madhe të kohës, jo më kohë telefonova. Si e ndjen pavarësinë e Shqipërisë një shqiptar e Kosovës, sa fort i rre zemra? Pa diskutim që më rre fort, po fort fare. Unë tani e kam edhe djalin që është 100% shqiptar. Po. Edhe unë jam 100% shqiptare, pavarësisht që jam prej Kosovë. Tash pse na ka ndarë një kufiz, domethënë që absolutisht. E ndjej jashtëzakonisht shumë, është tash do i futem historisë në fol për qartë. Gjën, rëndësishme është që uroj shumë që këto vitet që po vinë me na bashku akoma më shumë edhe me zbutit që ka atë smirën edhe me zbut pakës hala më shumë edhe energjinë e keqe, me dash më shumë njëri tjetrin, kena shumë nevojë për dashuri, kena shumë nevojë për fjalën e mirë, se është pa lek me thonë fjalën e mirë, nuk na kushton asgjë me thonë fjalën pozitive, asnjë njeri nuk e din si po kalon tjetri dhe sa më pak me paragjyku është më mirë edhe më e shëndetshme edhe për trunin edhe për shpirtin ton. Kështu që ju uroj realisht shqiptarëve gëzuar pavarësinë, uroj shumë të na shtohet ato që vetë sa i thash, dëshira për mirësi, me uru të tjetrin, e jo me ja uru të keqen, po me ja uru të mirën, me ja uru gëzimin, me ja uru shnetin, se qas po nina, qas po shohem dhe ku e diun. Qartë, unë do të pyesë në fakt që për posë urimit që ti e bërë në fillim, cila do të ishte kërkesa jote për vetë reflektim për shqiptarë, po sa e the pra, insiston në këtë që të kemi më shumë qasje të mirë ndaj njëri tjetrit, e të zhdukim mallkimet, të shtojmë urimet për njëri tjetrin. Po, se kjo urrëtia në internet, qasja negative, komentet, mjaftu shumë po na dalin ato që po i shohim ton kohën kur futemi në rrjete sociale, Instagram, TikTok, ça po shohim në për internet, në për lajme, në për televizion. Na mjaftojnë këto gjërat që po dëgjojmë. S'kena nevojë edhe për këtë urrëtjen që e shprehjem. Le të mundohemi atë urrëtje ta nxjerrim tani në një mënyrë tjetër, ta gjejmë një mënyrë tjetër se si me shpërla vetëm prej energjisë keqe, prej ku dion, mirë do ishte të fillojmë të gjithë nga pak me meditu, me marrë vetëm me të mirë, me e shqyrtu pakës këtë energjinë e keqe, sepse kërkujna që kena përbërgjë, as me na e dhona, as me ja u dhona. Shumë e vërtet. Edhe diçka të fundit, unë e di që ti gatuan shumë mirë, do të gatuash në një gjë speciale sot, apo do të dërgoni jashtë me Adisën dhe me djalin? Tani, çunin momentalisht dhe kam qerë dhe është të festu me klasën për pavarësinë. Mezi po pres me shku me e marë, pa tjetër që do gatuj diçka tradicionale, mezi po pres me shku në shpesë, momentalisht jam në studio të punu, dhe jam të shfrytzu këtë kohën sa është unin qerë dhe që pastaj me shku në shpe, do bëhem gati pasi të hatë drekën, edhe do iki në Vlorë, ku edhe është shpallur pavarësia nga Ismail Qemali. E dashur, unë të falenderoj shumë për telefonatën, për urimin, për fjalët e mira. Të uroj një ditë të bukur në vazhdim edhe suksese. Gjithashtu, edhe unë uroj juve një ditë të mbar,
një muaj të mbar, një fund vit sa më të lumtur dhe uroj shumë që 2026 na kapi me gjëra të mira, me pozitivitet, me shëndet, që është shumë e rëndësishme dhe me dashuri shumë të madhe për Ka nisur të transmetohet kënga jote Fif, akoma. Unë të falenderoj shumë për telefonatën, dëgjojmë dhe vazhdo prodho muzikë të mirë.